Vazhdimi mbledhjes ku fillimisht para kuventarëve u paraqit kryetari i komunës Shaqir Totaj, i cili me këtë rast paraqiti raportin e punës për periudhën janar-qershor 2026, i cili tha se ka një raport të shkurtuar, kurse raporti i zgjeruar është në faqen e komunës. Ai raportoi fillimisht për takimet që i ka pasur në këtë kohë me delegacione të ndryshme, si dhe me personalitete dhe ambasador të akredituar në Kosovë. Pastaj u përqendrua në disa nga projektet kryesore gjatë kësaj periudhe. Pra gjatë kësaj periudhe janë zhvillu shumë takime me qytetarë, me organizata jo qeveritare, përfaqësues të institucioneve qendrore, edhe pse ministrat më neve s'po takohen, po zyrtarët e ministrive po takohen kanjëherë. Shumë takime me ambasada, me ambasador, me organizata ndërkombëtare dhe partner të cilët na shërbejnë neve në rrugtimin tonë për zhvillim. Kemë marrë pjesë në inaugurim të disa projekteve kapitale, aktiviteteve kulturore sportive, akademi përkujtimore, takime me komunitetin e biznisit dhe vizitat vazhdueshme në terren për mbikëqyrjen e investimeve komunale. Me rëndësi të veçantë, një rëndësi të veçantë ka pas bashkëpunimi ndërinstitucional, ku gjatë kësaj periudhe janë nënshkruar marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi me APL-n, me Helvetas Swiss Intercorporation, Preda Plus dhe Integra, Agjencia për Zhvillimin Rajonal Jug, me ITP-n, me ICAF-in, me Fondin Kosovar për Eficiencë të Energjisë Elektrike, me Mashtin, me Fondacionin Shqiptar Amerikan, me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, me KRU Gjakova, e kështu me radhë. Këto partneritete krijojnë bazë për investime të reja në zhvillimin ekonomik, arsim, energji, inovacion dhe në administrat komunale. Tek zyra auditimit të brendshëm, gjatë periudhës raportuese janë realizuar 2 auditime të përfunduara. Kemi një raport për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të brendshëm, edhe një raport për rekomandimet e zyrës kombëtare të auditimit, edhe një auditim në proces. Gjatë periudhës janar-qershor. Janë audituar subvencionet për mekanizmin mbulsor, obligimet e papaguara dhe procesi i arkthimit të tatimit në pronë. Janë dhënë rekomandime konkrete për përmirësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, ndërsa janë bërë 2 takime të komitetit për auditim. Te zyra për integrime evropiane, kjo zyre ka koordinuar zbatimin e obligimeve që burojnë nga Agjenda Evropiane dhe marrëveshja e stabilizim asociimit, për aq sa ka pas mundësi me vepru në këtë drejtim, sepse i dim pengesat çfarë natyre janë për me mujtë me vazhdu me procese integruese evropiane. Gjatë kësaj periudhe janë koordinuar raportimet e gjitha drejtorive për PKZMSA dhe janë zbatu projektet si Her Future, fuqizimi ekonomik i grave, Empowered, përfshirja personave me aftësitë kufizuara, projektet e Këshillit të Evropës për qeverisje demokratike. Pas kësaj, në debatin për raportin e kryetarit, diskutuan kovendarët Sokol Selmani, Karanfil Haxhillari, Dafina Alishani, Ilir Gashi, folën për raportin e kryetarit. Merimane Plana kërkoi që të di më shumë lidhur me banesat sociale në Petrov. Pastaj Shukri Quni u përqendrua lidhur me këtë raport. Zoti Tota, ju keni bën një marrëveshje memorandum bashkëpunimi ndër të tjerash edhe me Integran. Për ata që nuk e dinë, Integra është një OJC që ka bën ekspozen e masakrave në Kosovë, në Prishtinë, në atë kohë kur përsynimet e juaja politike e keni sulmu edhe demonizu. Kjo është Integra edhe atë më vere. Edhe në njënën prej rrëfimeve të kësaj OJC-e, që quhet treni në kufi ndërmjet Merrit dhe Lirisë, po i tham kryesisht për shkak se është memorandum bashkëpunimi me Komunën e Prizrenit, dhe qytetarët duhet me ditë me ka edhe me çka kemi të bëjmë. Është libër kujtimi me rrëfimet e dëbuarve dhe të dënuarve, të dëbuarve dhe të buarave me dhunë nga Kosova në luftën e vitit 1999. Raporti flet vazhdimisht për projekte që kanë filluar, janë në implementim, pritet të përfundojnë, janë procedurë, por shumë pak projekte raportohen të përfunduara. Për disa projekte realizimi është vetëm 11.5%, për disa 22.53%, ndërsa për rehabilitimin e rrugëve me kubza 49%. Kjo tregon se raporti nuk është raporti punës, po i mospunës.
Pronat komunale ka dalë këtu me 2 reshta, na tregon se çka ka ndodhur me pronat komunale. Ndërkohë, zyra auditimit, zyra kombëtare e auditimit në vitin 2025 i ka numru një sër mangësish në raport me pronën në Bajramçur. Nuk po di që po bën këto krahasime, raport i performancës, raport i punës, por raporti është raport. Ti bjerë një qitja që është donë pastaj masaj. Kur t'ki me raportu para dikujt, ti duesh me pas disa pika që i përmban raporti. Asë një për tyre nuk e ka. Ka bo një pamflet propaganduse, vetë lavdruse, ku veç mënyrë shkaras i shpjegon se qka është punu, dhe nuk ka asë një dhënë themelore për gjitha dëbamat e komunës, për këto 6 muaj. Na flet për transparencën, ndërsa nuk ka konsultime publike, merë vendime krye veti për shumë gjëra. Opinionin që kryetarin në raportin 6 mujor të tij e ka vendosur renovimin e banesave kolektive në lagjën Petrov Kulla 3. Më thonë në raportin 6 mujor, kjo kull është renovu qysh para 5 viteve, këto punime janë, do më thonë para mbi 5 vite ka këto punime që janë në këtë pikë. Ka mbet vetëm orat e rrymës nga ona e Kecit mu vendos në pronarët e banesave. Do më thonë aty ka mbet mbi 5 vite dhe tash kryetari ka vendos në raportin 6 mujor. Kjo është e çuditshme. Raporti është i kryetarit, po kolegët të nderuar edhe drejtuarat këtë raport e kanë bënë, jo kryetari. Këta e kanë dhënë kryetarit. Edhe na duhet me tregu që to punime që i kanë qitë drejtorat nuk janë të kryene si duhet. E kështu që mos i lojmë në drejtorat krejt pa faj. Se raportin e kanë bërë drejtorat, e kanë drejtue kryetarit. E na duhet me thonë që kjo punë nuk është kry. Kaldaj edhe në ashet si jenë bërë tash me këto farë pelet. Jenë hek me dru, jenë bërë me pelet. Dhe me thonën o hek cungi që na kanë zej mirë, tash i kanë shti ato kikirikat aty, me nënëzhe me kikirika. Shtë është në regull kjo. Kryetari duhet mu informu me qëto. Lidhur me raportin 6 mujor të komunës së Prizrenit, raportoi zyrtari Lulzem Sulejmani, i cili raportoi me mjetet e harxhuara dhe të inkasuara. Buxheti i komunës së Prizrenit, pas plotësim ndryshimit që është bërë gjatë vite, ka një vlerë prej 75.441.205 euro. Nga kjo shumë e totalit të buxhetit, për këtë periudhë janë shpenzu 46.904.249 euro, ose 62.17% e buxhetit të alokuar pas plotësim ndryshimit që është bërë gjatë vitit. Sa i përket planifikimit të hyra për vitin 2026 në buxhetin e komunës së Prizrenit ka qenë të planifikuar 11.365.868, janë realizu ose janë inkasu në kategori ndryshme të taksave të cilat me legjin inkason komuna Prizrenit 4.728.787, ose 41.61% e planifikimit të buxhetit të hyrave për vitin 2026. Te realizimi të hyrave kemi një ngecje në raport me kohën, në raport me shumën që është planifiku, për arsye se shtyrja e lëshimit faturave të tatimit në pronë për shkak të losheve që ka pas sistemi dhe që i takon nivelit qendror Ministrisë Financave e menaxhon atë farë sistemi, faturat si zakonisht e dini lëshohen me 15 janar dhe këtë rast nuk i kemi pas faturat gati të në fund të marsit dhe për atë arsye kemi ngecje. Mendoj që gjatë kësaj periudhës dytë, ajo ngecje që ka pas për shkak kohës do të plotësohet në periudhën e dytë, për shkak se në këtë periudhë kemi edhe diasporën që kanë obligime, kështu që besoj që kemi me ardha të
realizimi i hyrave në bazë planifikimit. Pastaj kuvendari Sokol Selmani, Dafina Alishani me këtë rast kërkuan që të distancohen nga sharjet që mund të bëhen asamblejistëve. Lidhur me raportin e DK-s, raportoi drejtoresha Lulieta Veselaj Gutaj. Lidhur me raportin e DK-s, Ilir Gashi pyeti se cilat janë planet për 2 shkolla të Prizrenit të ndajnë në 2 cikle. Drejtoresha Gutaj tha se duke parë këto 2 shkolla dhe për shkak të kushteve do të ndajnë në cikle 2 shkolla. Shukri Quni, lidhur me pasqyrat financiare të auditimin si pikë e fundit, hapet diskutimi. Ku kuvendarja Dafina Alishani kërkoi që mirë është që kryetari të ishte prezent, pastaj edhe kuvendar të tjerë diskutuan lidhur me këtë pikë. Polla Mustafa Bakiu ka ciklin 0 deri në 5, në klasën e 5, kurse shkolla Lidhja e Prizrenit e ka nga klasa e 6 deri në klasën e 9. Arsyeja pse nuk është pjesë e vendimit, për arsye se ende nuk kanë qenë vendime të plotfuqishme, kemi qenë në pjesë të procedura të hapa dhe raporti është delegu në kohën kur ka kërku kuvendi komunal për me qenë kohë të kjo edhe mu lexu. Për ndryshe të gjitha dokumente shoqëruese mund t'ju përcjellni kurdo që ka nevojë. Ka mujtë edhe sot me marë, po pas në arru kërkoj ndjesë.